A dini ju ndonjë problem që ka pas Naimi me bashortën Liridonën, që e keni mundur të vreni ose dëgjoni nga familjarë të tjerë? Përgjigja është, unë përveç një problemi që e ka pas Naimi me djalin e halës së tij Kanonin, para një viti që ka pas disa mesazhe të shkëmbyera përmes telefonit gjithsesi me Biondinën, gruan e Kanonit. Sipas njohurive që unë i kam pas për këtë rast, nuk ka pas diçka më shumë në mes Naimit dhe Biondinës përveç disa shkrimeve dhe fotove jo intime, foto normale, thot. Mirë po, e di që Naimi me Liridonin dhe Kanoni me Biondinën janë marrë vesh që kjo gjë të mbyllet me kaq. Nga ky rast, Naimi ka ftoftë marrëdhëniet me ne në një mënyrë me mua dhe familjen. Pyetje, a keni kërkuar ndonjë lloj dëmshpërblimi në këtë rast apo dhe haraç ndonjë pagesë nga ana e Kanonit? Unë nuk kam ndonjë informatë se Naimi apo familja kemi paguar ndonjë gjë për këtë punë.